Night of the Cat. Exhibition this way, kids. It just opened today. Is it really all about cats? Yeah! Woohoo! Oh boy, I thought you already knew everything about cats. It's never enough if you've got cat powers. Cat carvings, cat statues, 1,000-year-old cat scratching post. Maybe. No one knows where they came from. 3 ancient statues and this old book about the Night of the Cat. The Night of the Cat? If these statues are placed in a triangle at midnight, then those with the power of the cat can increase their cat ability. Whoa! Probably just an old... Rrisin macaftësitë e tyre. Wow! Me siguri është një legjendë e vjetër. Ndoshta, po sikur të jetë e vërtet. Le ta zbulojmë heronjt me pijame, ja ku po vinë. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor. Amaya bëhet Bufe! Heronjt me pijame! Do të ishte fantastike si kur të kishe më shumë macaf... Macaftësi. Ndoshta fiton shpejtësi mace e shtes. Rri mbi 4 këmbë, rriten kthetra të reja për ngritje. Hey, pra, ti e që tani djali mace më i mirë. Po sikur të mos jem. Po sikur një natë të mos jem mjaftueshëm i shpejt. Po sikur fuqia shtesë të sjellë ndryshime. Shpëtimi të gjithëve mund të varet nga kjo. E po, kur e thua ti kështu... Le ta bëjmë makina e maces. Dhe më shumë macaf... Macaftësi. Djali Maco kalon nëpër qytet. Asgjë nuk mund ta ndaloj teksa kërkon për më shumë fuqi Macoku. Është e çuditshme të jesh jashtë, por nuk ka keq bërës në qytet. Paksa paqësore. Çfarë ishte kjo? Vajza Luna. Ajo nuk dëshiron që unë të marr fuqi shtesë. Me siguri do të na pengoj. Top për të luajtur? Ah! Top hënor! Ej, heronj, çfarë po bëni atje? Mos ja trego. Kjo është thjesht një patrull normale. Po luftojmë krimin gjatë natës. Mua më duket sikur po shkoni diku tani. Jo, thjesht e di, po binim vërdall. Duhet ta largojmë atë nga muzeu. Ndoshta, ti tregojmë disa lëvizje. Bukur. Hej, Luna, dëshiron të luajmë? Mirë. Wow! Çfarë nuk shkon me topin? Energji hënore, nuk e duron dot, a truzok? Po trive të gjitha. Më shpejt! Gecko. Mbi një kodër në 3 këndësh, statujat e Macokut duhet të vendosen. Dhe në mesnat, nata e Macokut do të vi. Këto fjalët janë shumë të vjetra. Ky libër mund të jetë shkruar para qindra vitesh. Po si kur të jetë thjesht një histori. Kjo macaft... A e dëgjove këtë? Zërat e Macokut të para shumë kohëve. E dija që ishte e vërtet. Shpejtësia ime Macoku do jetë 5 herë më e shpejt. Do të shone e rësirë. Do të ke mustaqe shumë të ndjeshme. Do të flas gjuhën e humbur të mjaut. Pse ende ekziston kjo? Po ekziston. Silli statujat. Shihi ato. Ej, heronj, çfarë jeni duke bërë tani? Jo ndonjë gjë të madhe, po ju shohim tek luani. Dëshiron të luash edhe ti djali Macok? Oh, në fakt nuk mundem bupe. Jam i zënë me... macaftësin. Ndoshta dëshiron ti ta provosh, Gecko. Unë nuk e di, më duket paksa e dhimbshme.
Ne duam që vajza Luna të argëtohet, apo jo? Larg nga këtu. E po mirë atëherë. Jepi këmbëhardhut. Oh, zvarani trashitës. Eja, duhet t'i qojmë tek parku. Hja, më ndihmo, më shumë fuqi Maçoku. Duhet ta kem se s'bën. Është e vetmja mënyrë. Në fakt nuk është e vetmja mënyrë. Sa herë që dalim natën, bëhemi pak më të mirë. Por në këtë mënyrë bëhem super i fuqishëm në një çast. Kjo është fantastike për të gjithë. O baba, je mirë Mace e para shumë kohësh. Bufe, shpërqendro vajzën Luna. Hej Luna, a do të luajmë? Gecko. Vetëm një sekond. A mund të ndaloj tani? Gecko! Për pak mbaruam. Ne mbaruam fare. Juhu! Heronj! Mbaj atë larg, për pak bëhet mesnat. Duhen disa minuta të tjera. Disa minuta të tjera me gjuajtje hënore? Bëjeni bashk, do merrni gjysmat e goditjeve. Ju lutem. Na i ke borç pra. Do t'u shpërblej me mac aftësi. Do t'ja vlej. Qëndro para gurve. Nata e Maçokut është këtu. Wow! Për mustaqet e Maçokve. Po ndodh diçka. Wow, kjo nuk është vetëm një legjend. E ndjen maçaftësi në shtesë? E thash. Sigurisht që është e fuqishme. Kam ngecur. Pashiko. U kënaqe duke lexuar librin tim? Unë u argëtova duke e shkruar. Luna, këtë e bëre ti? Por macet e para shumë kohëve. Molet besnike të hënës. Dhe këto janë statuja hënore. Duhet i vendosësh siç duhet nëse dëshiron të bësh një rrotë hënore. Një rrotë hënore? Prit, kalova gjithë këtë kohë duke mësuar të them maçaftësi dhe kjo asgjë ekziston. Jo, shikoni rrotën hënore. Wow! Dhe e bukur është që fuqinë e merr nga personi që është brenda, si bateri. Që je ti, djali Kotele. Fuqia e zakonshme Maces, po e bën super të shpejt. Kotele, jepi. Djali Maçok! Nuk mund të dalësh që aty, sa më shumë përpiqesh aq më shpejt lëviz. Hey! Wow! Super muskujt e Gekos! Edhe kjo thjesht e bëri të ecë dhe më shpejt. Ma, t'jen keq! Wow! Duhet të punoj me fuqit që kam. Kështu bëhem më i mirë. Nuk duhet të kishim luajtur. Prisni! Sikur të luajmë sërish me Lunën. Po tallesh, hardhuce gjuajtur, nuk më duke gjë e mirë. Jo, do të luaj me fuqit tona të zakonshme. Koha të bëhemi heronj. Super shpejtësia Maçokut. Është rrota ime hënore. Më shpejt, më gjuaj me makinën e Maçokut. Forca! Të
Vërtet mendon se mund ta nxjerr nëse ecën shumë shpejt? Vazhdo kështu, djali Macok. Super muskuj të Gekos! Wow! Ha! Ja dolëm. Nuk na u nevojit ma caftësi tjetër. Po, por shikoje këtë. Wow! Pas ke ecur shumë shpejt dhe nuk t'u desh as të statuje vjetër për ndim. Jo, shokët e mi me pijame. Kujti duhet më shumë se kaq. Neve jo. Heronjt me pijame bërtisnin të gjithë ura. Si gjatë natës i shpëtuam të gjithë. Djali Macok e bën sërisht. Sa e bukur që ishte ekspozita e re e anijes kosmike. Po, imagjino të fluturoj me super shpejtësi. Bum! Unë nuk kam se imagjinoj, e bëj gjatë gjithë kohës. Wow! Të gjithë janë duke ecur mbrapsht. Duket sikur po i kthejnë pas në kohë. Wow, tani ka ndaluar. Kujdes, Connor. Wow! Çfarë ndodhi? Duket sikur gjithçka sapo rifilloi dhe u kthye në normalitet. Bëj mirë ta kontrollojmë. Herojnë me pijame, ja ku po vim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Geko! Po! Connor i bëhet Djali Macok. Amaya bëhet Ufe! Herojt me pijame! Në rregull, le të shohim skenat e kthimit mbrapsht që par tek muzeu. Hey, shikoni, laboratori Romeos është tek muzeu tani. Aha, është kthyer tek skena e krimit, te makina e Macokut. E po, çfarë jeni duke pritur? Me qetësi, le të zbulojmë çfarë ka në plan përpara se të veprojmë. Në rregull. A mund të shkojmë tani? Kjo pajisja koti ngec akoma. Duhet ta ndresh këtë defektin. Zvaranik rëshqitës, a e pata të? Romeo po i kthen gjërat pas në kohë. Pse? Le ta zbulojmë. Ja, kjo duhet të bëj punë. Këtu mack. Ha, ndalo aty, Romeo. Djali Macok, jo! Askush nuk e prek një Macok kur jam unë këtu. Robot, mbaj këto insektet me pijame larg ndërkohë që unë ndresh telekomandën. Po, mjeshtër. Super shpejtësia Macokut. Shumë larg! Ha, shumë poshtë. Gorda laq, përpjekje e bukur. Mos vall na ktheu pas. Wow! Oh, sigurisht që e bëra. Shikoni, shpikja ime më e madhe. Rrezja e kthimit pas. Ora për mjeshtrin. Me këtë telekomand mund të kthej gjithçka pas në kohë. Atëherë, pse kemi ngecur?
Oh, kjo, po shpresoja të mos e vini të re. Është thjesht një defekt i vogël dhe pothuajse e ndrejsha. Sa po ta ndrejsh, do t'ju kthej pas aq shumë sa do t'jeni foshnje. Pastaj nuk do të bëheni kur heronj me pijame. Nuk duhet ta ndërpresësh kur të qeshurën time djallëzore. Oh, po, faleminderit robot. Dhe më pas, do të pushtoj botën! S'do të ketë më heronj me pijame? Jo, nëse unë do të bëj diçka për këtë. Dhe si do ta bësh këtë saktësisht nëse unë të kthej pas në kohë? Paçim insektet me pijame. Ai poshtri Romeo, forca, le të kthehemi t'ia tregojmë qefin. Për këtë arsye u futëm në telashe herën e parë. Pse nxitohesh kaq shumë? Po, nuk kishim asnjë plan, thjesht u nise dhe tani u kthyem atje ku filluam. Duhet të qëndrojmë bashk. Do ta kthente pas automatën. Duhet të bëja diçka. Tani le të shkojmë. Mos lëviz që aty, Romeo. U kthyet për shumë, robot, koha për të hedhur plehrat. E shpifur. Askush nuk jetë në dera shokët e mi. Jo, prit, djali Djali Macok, ndalo! Super shpejtësia Macokut. Ha pra tani muj telekomand koti. Çfarë je duke bërë ti? Me qëndrim bashk nuk nënkuptonim këtë. Koha për t'ju kthyer ande nga keni ardhur insektet me pijame. Dhe disa rregullime të tjera dhe rrezja ime e kthimit do të përfundoj. Ashtu si heronjt me pijame. Ta provojmë edhe një herë, shok, ju premtoj. Do t'ja dalim këtë herë. Jo, nxitimi nuk na ka ndihmuar. Duhet të mendojmë një mënyrë tjetër për ta mundur Romeon. Bufja ka të drejtë. Nuk na është dashur të merremi me rrezën e kthimit pas më parë. Nuk kemi kohë. Nëse ai e rregullon pajisjen, do jemi në telashe. Le të shkojmë. Te makina e Macokut. Koka. Nuk e di nëse po vija apo po iki. Për pak e kapa këtë herë. As që ju afrove. Vazhdon të bësh të njëjtin gabim. Sërish dhe sërish. Duhet ta marrësh me qetësi dhe të mendosh qartë. Nuk mundem, unë jam shumë i shpejt. Mendoj me këmbët e mia. Ky është problemi. Hey, sa herë që hidhesh në aksion, Romeo na kthen pas. Nëse na kthe në kohën para se të bëheshim heroj me pijame, morëm fund. Keni të drejtë. Është koha për një plan të ri. Ne kemi një plan të ri, apo jo? E po, ne po mendonim. Edhe disa rregullime të tjera dhe rrezja ime e kthimit do t'jetë e përsosur. Robot, sigurohu që ato insekte të mos më bezdisin. Po, mjeshtër. Mjeshtër, heronjt me pijame. Është vetëm djali Mace. Kape. Duhet të më kapësh fillimisht. Super kërcimi Macokut. Djali Macok rrotullon robotin që del nga kontrolli. Për pak mbaroj. Tani do hidhet shumë lart dhe... Pa ta provojmë një herë. Më kapi. Këtu mack. Kotele patru. Sa herë duhet të bësh të njëjtin gabim përpara se të kuptosh që rrezja e kthimit është e pandalshme. A si ta ndreqësh defektin, Mendoj se sigurisht. nuk e di këtë. Ja, kjo bën punë. Po për çfarë na duhet? Me apo pa defekt, unë nuk krahasoj me telekomandën. Ti je thjesht shumë i zgjuar për mua. Vërtet, dua të them po, jam.
është e vështirë të jesh gjeni djallëzor, e di. Super kamuflazh I Gekos. Nga të gjithë keqbërësit që jemi përballur, ti je më I miri nga të gjithë. E dëgjove këtë robot? Po, mjestër, pora nuk duhet që ti të ndrejqesh telekomandën. Mjaft më ndërpreve. Atëherë djali Mace, çfarë po thoje? Se sa I zgjuar që je ti. Dua të them, kjo rezja e këtimit pas është fantastike. Prit një minut, po flet pak si shumë, apo jo? Ku I ke shokët e tjerë heronj? Super krahët e bufes! Çfarë? Kapun, mjestër. Plan fantastik, shok. Është më I mirë dhe gazmor se sa nxitimi. Robot, merre telekomandën! Ma në fund, shpejtësia Macokut. Po e marrun këtë? Geko, mendjen këtu. Po çfarë ndodhi? E po ne përdorëm rrezën kundër teje dhe të mundëm në lojën tënde. Fituat këtë herë heronjt me pijame. Prit, të dëgjoj edhe një herë këtë. Fituat këtë herë heronjt me pijame. Hej, mjaft me këtë, nxito robot. Nuk keni para akoma asgjë, heronjt me pijame. Ndoshta jo, por do të jemi gati. Heronjt me pijame bërtisnin të gjithë ura. Se gjatë natës ne shpëtuam të gjithë. Ç'kemi shok? Çfarë doni të bëni? Ha? Oh, jo, sërish. Po bënim shaka. Ma hodhët këtë herë. Djali Macok. Bufja! Geko! Let's go! Into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause bedtime is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Dyshje e tmerrshme. Në rregull, radha ime. Wow, prit pak. Na lejon e profesionistët të japim këshilla para se nisesh. Çelësi për këtë lëvizje është Shpejtësia. Më beso, e kam bërë 1 milion herë. Jo, ajo që duhet të bësh është të marrësh frymthell. Ai thot shpejtësia dhe ajo thot frymarrja, por unë do ta bëj sipas mënyrës sime. Fillojmë. Mos harro shpejtësinë. Mirë, nuk jam bebe. Lëvizje e bukur. Juhu, ja dola, me përpjekjen e parë. Jo keq, për një djalë të vogël. Po, një ditë do t'i mësoj të gjitha lëvizjet e bukura dhe do t'ua mësoj ju se si t'i realizoni. Hej, Kamerun. Wow, më shikoni mua. Jam super I shpejt. Se po flet si një foshnjë vogël. Ka diçka që nuk shkon. Të gjithë janë duke u sjellë si bebe. Edhe mësuesi ynë. Kam hipur në kal. Kamerun, sa vjeç je ti? Kaq vjeç jam. Wow, po sillet si një 2 vjeçar. E si mund të ndodh kjo? Le ta zbulojmë. Heronjt me pijame Jakupovim. Drejt natës për t'i shpëtuar të gjithë. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet
Bëhet. Djali macor. Amaja bëhet. Bufe! Heronjt me pizame! Sytë e bufes! Ha? Aha! Romeo! Duhet ta dinim! Kujdes nga të huaj, ati ndaloj mjeshtër. Jo, let ju tregojmë planin tim madhështor. Wow, çfarë ishte ajo gjëja? Shikoni shpikjen time më të fundit. Ne quaj rrezja e bebeve. Kjo na qen ka ajo që po i bën të gjithë të sillen si foshnje. Pikërisht. Dhe pasi ti kthej të gjithë, do të luaj me ndiq drejtuesin. Dhe të vejshlit do të bëjnë gjithçka që ju them unë. Të ka bun mjeshtër. Mbahem vet. Ndjes, nuk do ta lejojmë Romeo. O, me të vërtet? Thjesht provoni të më ndaloni, foshnjat me pizhame. Robot, mbaj në vend pa lëvizur. Iku një. Shiko, bebi vogël. O jo, a je mirë bufe? Oh, më shkoj në banjë! Forca! Kujti bie 10. Koha për të kapur një hero me pizhame. Nuk merr kas pak vesh nga rimat. Oh, jo mos guxo. Super shpejtësia më çokut. Jo nga bishti. Njau. Mace! Hardhuca rëshqitëse. Nuk do t'ja dalësh dot, Romeo. Oh, por sa po e bëra, dhe do të bëhet më mirë. Shiko. Ej, Kalamaja, dëshironi të luajmë një lojë? O, sa mirë, loja quhet Romeo thot. Dua që të kapni atë djalin hardhuc. Jepini. Mjaft me kaq, nuk është koha e duhur për lojra. Jo, unë dua të luaj! Atëherë duhet të më gjeni super kamuflazhi Gekos. Gecko. Gecko! Ku shkoj ajo hardhuc? Këtu lart, Romeo. Dje dhe unë një loj. Quhet ndiq laboratorin që jam bafi. Mos kujtë Gecko. Jo laboratorin tim. A do të pendohesh për këtë djali hardhuc, apo duhet të them bebja e vogël hardhuc, sepse është radha jote. Unë të gjeta! Mirë. Ora e lojës mbaroi tani. Vini ripat dhe kthehemi tek baza. Oh, nuk dua! Dua të shkoj në banjo. Ky është plani më i mirë i Romeos. Më shpejt. Ma nuk arritëm! Çfarë është kjo këtu? Hej, çfarë ju thash unë? Mos prekni asnjë gjë. Dhe mos u vërtit. Pra djema, jeni superheronj, jo 2 vjeçar. Unë jam 3. 1, 2, 3. Unë jam jetur. 1, 2, jetur. Ma jep qumasht. Ja te keke. Tani sillu mirë, në rregull? Duhet të zbuloj se si të ndalojmë Romeon. I vetëm. Më falni. Hej! Nuk duhet të vizatosh në mur. Pa! Dhe ti zbrit nga aty në këtë qast. Super kapja i hardhucës. Ja. Kjo ishte. Koha të bëjmë një pushim. S'ka gjë, mos qani. Doni të luajmë sërish me Gjej Gekon? Sa po të rregulloj rrezën e bebeve, ai hardhuca nuk do ta di nga i erdhi. Wow!
Djali Kotele, ulu. Ky është alarmi I bazës. Romeo është rrugës. Nëse më gjuan edhe mua, do të sundoj botën me ushtrin e tij të bebeve. Vetëm nëse... Kush dëshiron të luaj me superheronj? Dua unë! Le ta bëj këtë. Më beso, ti mund ta bësh këtë, përplasi krahët. Ja kështu. Wow! Shikoni, po fluturoj! Provoje sërish, nuk ka gjë. Tani përplasi fort për të krijuar erën e krave të bufes. Super era e bufes! Jo! Po, sa bukur! Sa shpejt që rriten. Nga dal. Rada ime! Mirë, tani vrapo sa më shpejt të mundesh dhe thuaj super shpejtësia e mates dhe jepi. Super shpejtësia Matokut dhe jepi! Shumë mirë, por nuk e pse thua dhe jepi. Para është për të qesur! Jepi! Mirë, tani më thoni fjalët tuaja prej heroi. Do të punoj me këtë. Tani mos harroni, Romeo është djali I keq dhe ne duhet ta ndalojmë, në rregull? Pa shiko kush është këtu. Ka mbetur edhe një insekt me pijame për t'ja shtuar ushtrisë sime. Pastaj nuk më ndalon dot asgjë. Jo vetëm një. Prit, ata janë ndihma jote? Forca Djema, zgjohuni, harruat koha e heronjve. Gecko, na trego për all që të flem tani. Kjo është mundësia jon. Kape robot. Jo, më lësho. Mos lëviz. Hej, lëre rehat shokun ton. Super shpejtësia Matokut dhe jepi! Shiko se çfarë më bët. Roboti im I shkret. Le të luajmë, Romeo. Jo tani robot, po tregohemi lig. Më ul poshtë me njëherë. Wow, I mbajtët me lëvizjet e superheronjve që jo mësova. 2 heronjt e mi. Superheron! Do të luaj me makinë. Jo, mos e prek atë. Roboti keq. Jo! Rezja ime e bebeve. Çfarë ndodhi? Histori e gjatë, por fillimisht, kush jeni ju? Djali Matok, herën e fundit që mbaj mend. Unë bufja. Nuk keni para akoma asgjë nga unë, heronjt me pijame. Më prit edhe mua, mjeshtër. Heronjt me pijame, të risni të gjithura. Sepse gjatë natës dispëtuam të gjithë. Problemi me lunën I bufes. Ja! Ha! Ja! Do t'ju kap herën tjetër insektet në pijame. Ninja I natës nuk do ta provoj sërish atë lëvizje. Wow, qenë ka hënë e plot. Prisni sa ta shikoni nesër, do të ndodh diçka fantastike. Kam lexuar një libër për këtë. E thua se merr vesh nga hëna ti. Të dalin e të tepron pendët. Luna, çfarë plani ke? Thjesht po dëgjoj dikë që vetëm flet, bla bla bla. Unë di disa gjëra për hënën. Po, kush I ka fuqitë e hënës? Hapni sytë se ku kaloni, ma lini mua hënën. Unë di shumë gjëra për Wow, pra
çfarë do të ndodhë nesër. Një eklips dhe hëna do të zhduket. Zhduket? Dielli ndriçon mbi hënën. Kur toka i pengon dritën, krijohet një hije dhe... Ky është eklipsi? Bukur! Po, ha? Molat e lunës, çfarë duan ato? Po interesohem për eklipsin. Ndoshta i ka dërguar të na tregojnë diçka. E po, nuk na duhen. Nëse do të ndodh diçka me eklipsin, merrem unë. Heroin me pijame ja ku po vim. Dritë natës për t'i shpëtuar në qiell. Nata në këtë qytet dhe një grup si patrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet Gecko! Po! Connori bëhet Djali macor! Amaya bëhet Bufe! Herojt me pijame! Ja ku është eklipsi. Dhe ja ku është luna. Nuk po fluturon dot. E kuptova se çfarë po thoshin molat. Tek avioni i bufes. Po humbet ndriçimin e saj. S'ka dyshim se fluturimi i lunës është i çrregull kur hëna humb fuqin. Edhe unë humbas fuqitë e mia. E zbulove apo jo? Do ta thosha vetë. Patina ime nuk punon më. As magneti hënor. Prandaj dërgova molat e mia. Më duhet ndihmë. Ndihmë? Më lër më parte të them dy fjalë. Pra bufe, nuk mund ta fajsosh që është kaq keq. Të humbës fuqitë tua, nuk është arkëtuese. Mirë, por nëse do ndihmoj një keqbërse, duhet një arsye. Sigurisht që ka arsye. Shiko! Nuk mund t'ja mbathësh, vajza Luna. Patina dhe magneti yt do të bëhen të mit. Romeo dëshiron të vjedh gjërat e tua? Po pse nëse ato i kanë humbur fuqin? Sepse fuqi do të rikthehen sapo të mbarojë eklipsi, Truzog. Dhe ai do t'i përdor për ndonjë plan të marrë. Truzog? Mos u kapni kot pas fjalëve. Romeo, fuqia e hënës nuk është e bukur. Duhet të punojmë bashkë dhe... Ndaluje një ranës gjatshëm të robotit. Të kapa! E shikoni? E ndihmova. Nuk do ta quaja ndihmë në fakt. Shiko! Nga ana tjetër! Edhe unë mund ta drejtoj këtë gjën. Provo të na gjesh tani, Romeo. Shumë Truzog, ha? Çka? Ej, mjaft u zut pra. E filloi ajo? Ndoshta vetëm duhet të ndalojmë Romeon. Çfarë plani ka ai? Nuk e di. Molet e gjuan shumë pak. Ai e quan projekti për typja së hënës. Për typja e hënës tingëllon si biskot. Çfarë do qoftë, mos u shqetësoni. E humba me marifetin tim të reve. Marifet, ai ta hodhi ty. Sigurisht që po, me pajisjen time gjurmuese. Bëra sikur ju humba nga syt, por ju gjurmova gjatë gjithë kohës. Largoni patinën dhe magnetin. Ne të ndalojmë robotin. Super kërcimi Macokut. Ej, largo nga vendim. Të veprojmë sakt këtë herë. Wow, hën, ti me të vërtet ke humbur shkëlqimin, por askush nuk do të ma marrë mua. Forca, të ndalojmë planin e biskotës së Romeos.
Luna, a mund të mos përzihesh më me punët e bufes? Do të përpiqem. Edhe ti duhet të përpiqesh, Bufe. Të qenit në mision do të thotë të përballesh me gjëra të vështira. Kjo është një person i vështirë. Mirë, e kuptova. Ndalo Romeon, ky është misioni. Hapi i parë. Duhet të ndalojmë sa arratisuri prej tij dhe të përballemi me të në mënyrë që ta mundim. Ma pëlqen kjo. Për ta bërë duhet ta luftojmë. Bukur. Dhe kjo do të thotë sytë e bufes. Ma mirë ta bëjnë molat. Çfarë? Sytë e bufes shohin gjithçka. Molat shohin më shumë. Pend të shpëpurisura. Ja ku është. Te qendra e qytetit? Jo, është atje tutje tek shkolla. Nuk di të lexosh shigjetat? Luna, ndalo! Ky është avioni i bufes. Ja ku është? E dia. Jo, është atje. Shikoni. Romeo në 2 vende? Kjo nuk është as pak e mundur. Po shihni iluzione, apo jo? Ju gënjeu makineria ime hologramit. Ja pse e pak në 2 vende të ndryshme. Kisi të dyja të drejtë. E po, të dyja gabim në fakt. Largo nga avioni im, ti kanoqe e madhe metali. Hej, ai është imi. Dhe tani këto janë të mijat. Dhe çfarë menduat? Ja ku po vjen sërish Hana. Katastrof! Romeo mori fuqitë e Hënës. Me laboratorin tim të lidhur me gjërat e tua, Hana është nën kontrollin tim. Le të filloj projekti për typjes së Hanës. Hana ime? Hana e të gjithve. Ishte gabimi im. Isha duke u marrë me zënka dhe rash në një kurth. Nuk duhet të kisha bërë me nerva. U bëra vet me nerva, por tani mbaroi. Forca! Do ta bëjmë së bashku këtë. Bukur dhe pastër mbi bazën dhe për type. Por kjo nuk është biskot. Dhe nuk do të ndodhë. Të bëhemi heronj. Gati? Rrezet e bufes! Era e krahëve të bufes! Jo. Ha? Çfarë? Jo! Jaho dhe bukur, mendoj se je pilot e mirë në fund të fundit. Faleminderit. Mirë, rradha jote. Hej, ik që aty! Ha? Sulm gudulisjesh! Ndaloni! Tërhiqe, nga kjo anë, jo, nga kjo anë. Për mustaqet e maqogve, me siguri po grinden. Topa gëzofi! Ha? Wow! Wow! Ndizu moj gjëkoti! Do t'ju kap herën tjetër insektet me pijame! Juri, këty e ndriçimi sërish. Mendoj se të gjithja dolëm ta ndriçojmë sot. Si mendoni ju? Do të thotë që të janë rikthyer fuqit, apo jo, Luna? Me siguri! E di, si insekt me pijama që je? Je goxha e mirë, bufe. Edhe ti, vajza Luna, kur nuk merresh me punë keqbërësish. Nuk do të mësohesha me këtë po të isha si ju. Shihemi, mirëbërës! Herojt me pijame, bërtisni të gjithë ura. Sepse gjatë natës i shpëtuam të gjithë! Djema, gjejeni çfarë? Teleskopi im mund të shohë gjithçka nga afër. I shkon ka shumë pluri hënor. Po, herën tjetër që do të ketë eklips, do ta shoh edhe më mirë.
Le të shpresojmë të mos ndodhë sërisht.